Jemi në parlament dhe mund të flasë se kush se çka e mendon. Të folësh për hajni, aty është në krye të hajnis, ajo është çështje tjetër. Nëse zotrin fjalë, ka fakte për atë që të bën konstatim këtu, le të bën akuzë publike për atë punë. Jena bon? A kur të flasë për hajnin, duhet ta ditë se është koka e hajnis, ai me gjithë atë që udhëheqi dhe që ka. Edhe parlamenti këtu nuk është për që drejtu zëvendës ministrit, sa e ka vendin atje, apo se ka. Po kjo është niveli i kulturës, që nuk ka kulturë për të dëgju, përderisa merret me të patë vërtetë. Unë të pash vetëm diskutim politik, nuk pash procedurale, asgjë. Kush është ky, zotnit, në tregoje unë shka flasë. Është e drejtja ime si deputet, si përzgjedhur i popullit. Kam folë më rëdha që unë. Flasë ku duhum. Tim një mu. Kam folë edhe për ashtëpis Musa Xhaferit. Po t'jo dhe unë një u të bashkë. Asgjë tjetër. Kam folë për ashtëpis Musa Xhaferit. Vjedhjen e Musa Xhaferit e ka konstatu State Departamenti Amerikan, e din ti këta. E din me vjedhjen e Telekomit. Nuk I kam shpikun ato sende. Pasurit marramense prej zero. Pasuri marramense kanë shëndru. Qytetarët mendon se si shohin të? Për çfarë vota flet ti më? Për çfarë zgjedhje flet? Edhe Miloševići finton të atje. Në ato zgjedhjet thoshta demokratike. Shqiptarët në komunizëm kanë jetu më mirë. Murtajën e kuqe. Pse kanë jetu më mirë? Sepse kjo treska është ndërtu në atë kohë. Nuk është njës për nxerë. Shkollimi arsimor dhe fillor në atë murtajt kuqe është fillu. Ju jeni instalu skenën politike me I prish gjitha institucionet kombëtare shqiptare. Me I rënu gjitha të projektet vogla që I ekzistojnë teritorat shqiptare. Ju jeni instalu skenën politike mi burgos gjemt më të mirë shqiptare. Ju jeni instalu skenën politike me montu procese politike. As komunizëm s'kena pas procese me vdekje burg përjetsh. S'kemi pas. As kohën e Milošević. Janë përmi 12 raste në përburgje shqiptarë që rrinë. Në burgje përjetshme. Ju I keni bon, gjitha ju. Gjitha. Ju I keni vra natën, ditën I vajtoni. I dim gjitha këtë sene. Gjitha këtë sene. Edhe të mirë shguzimin, ndrejtohe shtu se unë po vjedhshna diçka, pasuria ime dihet është publike. Ajo pasuria është e fituar me njerëz, me gjak, me mund prej familjarëve të mirë dhe prej meje. As një metelik 50 vite I kam. Nuk kam fut duart në gjepat popullit si ju. Hajna, këtu vjen, ujë më s'kina përpija. Ujë s'kina mi përpija. Unë hajnë, o kriminel. O kriminel. Tja, diku I ki shërbim më. Unë si kam shërbi atyre institucione. Kur? Unë kam qenë ndjekur prej atyre institucione. I ndjekur. Prej atyre institucione ti ku ki shërbi unë kam qenë ndjekur. Edhe familja ime. Edhe të mirë shgudzimin të vish tu, debatojsh me mu. Ti të mirë shgudzimin të fritësh ne më shqiptarve. Të me rohem mëre. Kur mendoj se ndoshta dhe unë ka në mi përkatësi si ju shqiptar. Çfarë shqiptare jo? Ka e mbrone jo? Ju vetë keqen e shqiptarve e mbrone. Eksodusin e shqiptarve. Vrasjet e shqiptarve. Ato e mbrone. Nuk ju shofin sytë. Për çfarë janë sytë? Po natyrisht unë për ju këtë nuk e thonë. Unë shumë seriozisht për ja thonë. Jam I bindun në gjitha anë për ju. Gjithë ki debat bëhet për qytetarët, bëhet për shqiptarët, që ata ta shofin se kush jeni ju. Po mendoni se pafundësisht këtë çështje shkon. Përmenda Milošević. Edhe ai mendonte se është I përjetshëm. Si përfundoi ai? Ku përfundoi ai? Gjithë ata që I bojnë zullum popullit vet, ashtu përfundoi. Ju ashtu do të përfundoni. Me pronga
me vetvrasje, me njollosje personaliteteve të juaja, fatkesisht, dikush vjen edhe prej familjeve të ndershme, do t'i njollose edhe prindit edhe familjet e tyre. Ky ishte mesazhi im për këtë zëvendës ministër. Krejt njerëzor, krejt kombëtar, jo për ta njollos, për besë. Çfarë të keqe, kur e kam pa unë Ardione? Çfarë xheze kam do të kem unë me ta? Çfarë rivaliteti të kem me Ardionen e të kem miqësi me Bekimin? Ky Zajazit, ai Sarajit. Kur më herë si kam pa, asnjërin as tjetrin. Synimi im personal si shqiptar është të erdikun, edhe pse është në pozicione shumë të vështira, pozicione shumë të këqija për shqiptarët, t'ja them disa fjali në rast se dëshiron ky t'i more për veten e tij. T'i bëjë ato krahasime. Kush është Musa Xhaferi? Kush është Ali Ahmeti? Që herë thot një deklarat, herë thot një tjetër, në asnjë moment nuk është koinzistent në deklaratat e tija, shkon atje për ambasadës, për ullet, bëhet lipsar, vjen këtu para shqiptarëve që të çalon, se jam shefi shqiptarëve, bosi shqiptarëve, shkon atje thot mbillni sallata, unë këtoja thash, këndej ne s'kemi shkolla, s'kemi kanalizime, s'kemi ujë, shekullin 21, na hikin rinia, gjitha këto që i them, fatmirësisht përputhen me deklaratat, me dëshmit e institucioneve ndërkombëtare. Banka Botnore i ka këto konstatime. 500.000 shqiptarë të hikun për këtu. Banka Botnore thot se remitenca në Macedoni, realisht banka popullore e Macedonisë dhe Universiteti Amerikan me ulëmëtim që i kanë bo, të hyra për remitencave janë 2 miliard euro. E dijen kush janë? Gurbet qartë. 2 miliard euro. Kur ti përkthesh ata, hyra drejt për drejta në buxhet janë aty 200 milion euro. Pare mërgate shqiptare. Ato s'janë konstatimet mje. Nuk janë. Ku janë ata parë? 1 milion euro. Zajazi, Tetova, Likova për ujqës për vitin 2014. Është pozicion në buxhet. Edhe ato pare zvoglohen, miren tash me ribalans. 1 milion euro janë për Makedonsko Selo, etnisko Makedonsko Selo, si vjetë para pame. 400.000 shqiptarë me një Makedonsko etnisko Selo. Edhe më thoni se kemi drejta, qëfar drejta më në kja është apartheid. Edhe merë guximin të më fajsojsh pëse flasë kështu. Në qëfar fjallori të flasëm? Qishtë flasëm? Them se kam ujë, them se atë kanalizim shteti ma ka bon, që të kërë Rëgjaili. Se ka bon shteti. Gjdo shtëpi e fshati tim i ka dhonë prej 501.000 euro për kanalizimin. E dinaj, shumire din. Le të regoje një